Mirë se erdhët në Albanian Women Leadership Summit. Dhe këtu sot kam shumë supermarkete gra shqiptare dhe Elira është një nga ato që ka ardhur nga Shqipëria. Elira supermarkete Tradita.al. Elira, faleminderit për një rrugë shumë të gjatë. Jam shumë e sigurt që ti je një nga njerëzit që ka ardhur më larg. A mund ta flasësh pak më shumë se çfarë është Tradita.al? Së pari dua dhe unë t'ju falenderoj që më bët pjesë e këtij aktiviteti, sepse në momentin që ti del jashtë Shqipërisë dhe takon shumë shqiptar, sinqerisht ndihesh e privilegjuar dhe të duket si një pikë referimi apo pikë bashkimi me të gjitha ato gra dhe vajza të cilët jetojnë nëpër botë, janë munduar të krijojnë të ardhmen e tyre nëpërmjet bizneseve apo punën e tyre dhe shikojnë që të gjitha pavarësisht çfarë bëjnë janë aq të pranueshme, aq të mira dhe krijojnë një marrëdhënie të mirë. Unë vërtet vi nga Tirana dhe rruga ka qenë shumë e gjatë. Kam dhe kohën e i ke marrë në valizhe? Mbart një valizhe sa të lehtë që më duket mua, aq të rëndë për vendin tim, sepse udhtoj me valizhe të cilat mbartin shpirtin e vendit tim, fytyrën e kombit tim dhe vlerën e kombit tim. Kur unë tregoj trashëgiminë kulturore shqiptare nëpërmjet veshjes tradicionale dhe si thua që mbarten dhe historinë e vendit tim me vete, është një kënaqësi e veçantë. Krahas kënaqësisë që kam që ato janë vërtet me vlera historike, kanë dhe bukuri. Janë veshje të cilat i kanë rezistuar kohës, i kanë rezistuar shumë viteve. Dhe janë autentike, më ke thënë që nga dizajni i parë. Mundohemi që të bëjmë riprodhim origjinal siç është e vjetra, duke ruajtur të gjithë statuset e veshjes, statusin krajinor që bën identitetin e krahinave me të cilët i përket veshja, statusin social dhe statusin ekonomik të veshjes. Dhe të gjitha këto jepen nëpërmjet dizajnit të saj, punës që ti i bën. Pastaj për të ndërtuar veshjet e kam thënë shumë herë që është një rrugtim shumë i gjatë. Jo se unë nuk ndaloj, ajo ka shumë për të folur. Por sot në këtë event jam vërtet e privilegjuar. Që të gjithë gratë shqiptare të shikojnë bukurinë e grave të cilat i kanë veshur në vite dhe pse kanë jetuar dhe në zona të thella, këtu është ideja e tyre, mendimi i tyre dhe inteligjenca e grave shqiptare në vite. Kjo është një gjë shumë e bukur. Njerëzit mund t'i blejnë, po gjithashtu je duke punuar me shumë organizata jo fitimprurse, me ambasada shqiptare nëpër botë, kur i vesh domethënë valltarët me kostume tradicionale, dhe këtu gjithë pjesëmarrësit sot mund t'i provojnë këto kostume, gjithashtu mund të bëjnë foto sepse janë gjitha, po dhe pse mund t'i blejnë. Ku mund të ndjekin njerëzit e tjera? Ne mund na gjejnë në Tradita.al, por siç kam thënë gjithmonë do jem edhe bashkëpunëtore me të gjithë organizatat shqiptare kudo që janë nëpër botë, dhe duke qenë një pjesë e rrjetit të organizatave pa diskutim që edhe nëpër faqet tuaja do na gjejnë dhe ta gjejnë produktin tonë. Dhe ky bashkëpunim dhe ky rrjet bashkëpunimi me të gjithë gratë na jep dhe neve njohjen më të mirë, mundësinë më të mirë për ta ditur se çfarë ka vlera Shqipëria, për të njohur dhe gratë që punojnë atje, gratë që jetojnë atje, për të bërë vërtet një lidhje dhe një rrjet të bukur dhe të bashkuar për t'i dhënë vlerë vendit tonë. Mbase të gjithë gratë kudo që jetojnë apo të gjithë bizneset kudo që jetojnë nëpër botë nuk do të ktheheshin të ndërtonin biznese në Shqipëri, por duke bashkëpunuar me bizneset që janë në Shqipëri, duke sjellë vlera, duke marrë vlera nga Shqipëria dhe duke sjellë dhe vlera ekonomike në Shqipëri, të gjitha ato gra apo bizneset të cilat janë ndërtuar jashtë Shqipërisë kanë një kënaqësi në vetvete, sepse ato kthejnë diçka në vendin e tyre, nëpërmjet veshjeve tradicionale, nëpërmjet produkteve shqiptare dhe nëpërmjet si thua bashkëpunimeve dhe shumë gjëra të tjera. Është një rrjet me të cilin ne mund t'i ndihmojmë ata të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë, por dhe ato që jetojnë jashtë Shqipërisë nëpërmjet këtij bashkëveprimi ndihmojnë të gjithë bizneset që janë në Shqipëri. Faleminderit që je me ne. Faleminderit. Dhe të gjithë dua që të shikoni përshkrimin e kësaj videos dhe pse ta ndiqni rrugëtimin e Elirës Sulet. Është një nga speakerat që mund të shikoni në një video tjetër të mëtejshme se çfarë ka për të thënë dhe çfarë këshillash ka ajo për gjithë gratë, vajzat sipërmarrëse, po dhe profesioniste për të veç zhvilluar dhe për të rritur karrierë. Faleminderit e dashur. Një grua tjetër sipërmarrëse e suksesshme që ka ardhur këtu nga New Jersey është Flodiana Mallellari dhe ka ardhur jo vetëm si sponsor i këtij eventi, por për të mbështetur dhe për të inspiruar gratë të tjera që të ndjekin rrugëtimin e avokatisë. Duhet të na flasësh pak për sipërmarrjen tënde të re dhe si ti ndihmon sipërmarrësit. Shumë faleminderit Marsita për organizimin. Është një event i shkëlqyer që ja u rekomandoj të gjitha bizneset që duan të promovojnë ose të mbështesin bizneset e tjera, sidomos grave shqiptare, të marrin pjesë dhe të ingranohen.
Biznesi im është një zyrë ligjore e hapur për të drejtat intelektuale dhe më konkretisht për trademarks, të drejtat e emrave të biznesit. Duke regjistruar emrin e biznesit, biznesi mbron shërbimet ose të mirat goods që ofron dhe i ka një mbrojtje federale në të gjithë shtetet e Amerikës. Është një proces që zgjat 12 deri në 18 muaj, por është bëhet njërë dhe biznesi jot emri ose logoja e biznesit ose një slogan or tagline që biznesi ka, mbrohet dhe ka mbrojtje që në qoftë se dikush tjetër e përdor se shikon që biznesi jot është i suksesshëm dhe përdor të njëjtën tagline dhe këtu ndodh më tepër ajo problemi me bizneset, kur dikush është shumë i suksesshëm, atëherë biznesi tjetër kopjon emrin, duke nisur me emrin se konsumeri lidhet me ti që je suksesshme, domethënë është biznesi jot pavarësisht se e ka marrë dikush tjetër. Dhe duke pasur një regjistrim federal të trademarks, atëherë ti ke të drejtë që ta hedhësh, të shkosh pas këtij biznesi tjetër që ka marrë emrin tënd dhe të përfitosh humbjet që ke pasur. Biznesi është, unë kam pothuajse një vit e gjysmë që e kam hapur si biznes, por tani kam vetëm 7 muaj që jam on my own, por kam që në 2005 që punoj në përzyra ligjore. Ne kemi vënë një link më poshtë të videos që ju mund të kontaktoni, mund ta gjeni Klodiana në Instagram ose website i saj. Dhe pse dhe thjesht një mbështetje, një përkrahje, sepse është vështirë të nisësh një biznes, aq më vështirë kur je dhe grua në sipërmarrje, kështu që pse jo. Dhe sidomos në një fushë që zakonisht kryesohet vetëm nga meshkujt. Prandaj jemi krenar që je këtu dhe në një farë mënyrë puna përfaqëson atë fushë. Shumë faleminderit juve. Një sponsor tjetër i eventit është Drilona Halilaj dhe Drilona edhe pse me një profesion edhe ka patur vështirësi në jetë, po mundohet të ketë edhe pse gjëra mundësi të ndryshme për gra. Nëse mund ta flasësh pak për Drilona se çfarë po mundohesh të bësh dhe si ndihmon gratë shqiptare. Unë po mundohem që të bëjmë kështu konsulente bukurie. Bukurie, po. Kozmetike dhe make-up. Edhe bën biznesin kur dun ato edhe kur kanë mundësi me bë ato më shumë. Ku mund të gjejnë gratë shqiptare? Në Instagram kanë Instagram edhe on my business card I have my shop. Ne do ta vendosim Instagramin e Drilonës dhe për produkte kozmetike apo dhe këshilla bukurie, jam shumë e sigurt që Drilona do t'ju ndihmojë. Një sipërmarrës tjetër që në një farë mënyrë po bën diçka dhe pak më autentike, më bimore le të themi, është kompania Merja. Mund ta flasësh pak për kompaninë Merja dhe një prezantim të vogël për ju, çfarë lindi gjithë këtë Kompania Merja është një kompani shqiptare dhe ndër të paktat në Shqipëri, e cila është fokusuar tek pjesa e sjelljes së natyrës shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Pjesa e çajrave tonë është formuluar më së shumti nga ylli Merja. Kemi çajin e malit që është imi i preferuari. I cili tani kjo bëhet në Shqipëri? Po, të gjitha bimët këtu janë të marra nga malet e Shqipërisë. Që nuk kemi nevojë të vëmë në Shqipëri. Patjetër që jo. Ku mund të gjejnë njerëzit? Në Instagram, në website? Në Instagram, në website. Ne tani kemi hapur një pikë në Boston, në New York, në New Jersey, Connecticut dhe Michigan. Dhe po zhvillohemi në Florida dhe në Texas. Shumë mirë. Ne do vendosim detajet dhe pse jo të blejmë produkte shqiptare, organike, bimore, sepse jo dhe t'i përdorin në mënyra të ndryshme se sa të blejmë në dyqane. Të drejtë nuk e nga parë deri më sot çaj mali të shitet në dyqan. Kështu që edhe ne tani kemi hyrë domethënë për në tregun amerikan më shumti, po fillimisht kemi filluar me komunitetin shqiptar, duke qenë se na njohin dhe të uroj shumë suksese dhe unë do jem kliente e çajit malit dhe pasaj të tjerave. Faleminderit. Një sipërmarrëse tjetër që është sipërmarrëse e re po gjithashtu e re në Amerika, vetëm një vit e gjys dhe me gjithë forcat dhe vullnetin e saj, ka hapur një biznes të vogël, një biznes që mbase Kristiana Nuredini, mbase dhe mund ta e thuash më mirë. Po të shikoni ka bërë dhe këto zbukurime për pjata shumë të bukura, të sponsorit tonë Alporto dhe sponsori kompania Imex Men to Market, dhe shumë çokolata të ndryshme për evente të ndryshme. Kristiana, si të lindi ideja dhe çfarë ofron? Atëherë, AK Personalized Favors është një biznes i vogël me çokolata të personalizuara për evente nga më të ndryshme, ditëlindje, graduation, baby shower, pra çdo eventi i mundshëm.
Dhe arsyeja se si unë erdha me këtë ide biznesi, është sepse u motivova nga kushurira ime, e cila e bën këtë prej 3 vitesh në Shqipëri dhe ka një sukses shumë të madh me këtë punë dhe mendova pse mos ta sill dhe nuk kam parë në tjetër ta bëj të gjë, pse jo? Nuk e kam parë. Përveç çokoladave të personalizuara, ne bëjmë edhe kuti të personalizuara me personazhet e preferuara të fëmijëve, që njerëzit mund të shikojnë tek faqja jonë në Instagram. Ku mund të gjejnë? Që është në Instagram AK Personalized Favors, por ne kemi edhe faqen tonë në Etsy, ne kemi hapur dhe aty, kështu që në cilën do platformë mund të na gjejnë. Keni dhe përshkrimet e saj, do t'i vë në video. Faleminderit që je sponsor, faleminderit që bëri këto zbukurime shumë të bukura, shumë unike, që japin pak një 3D efekt. Dua t'ju jap pak edhe idenë e kësaj punës së sotme. Po, ma thuaj. Që ideja ishte e tillë që do të prezantonim dizajnin që ju sollët dhe kompaninë nëpërmjet kësaj çokolade, por ideja e shqiponjës në këtë 3D tregon që ne gjysma e shqiptarëve jemi të emigruar, prandaj kjo është gjysma jashtë dhe gjysma tjetër mbetet në Shqipëri. Që kur e pash, nuk e mendova që kisha aty, po bravo. Çdo dizajn brenda saj ka shumë shpirt, ka shumë punim të mirë menduar, nuk është thjesht diçka për të bërë para, por është një pasion në fund fare. Kështu që prandaj punët për dikë që ke ardhur për shumë pak kohë, mendoj që je në drejtimin e dur dhe vërtet uroj shumë suksese. Faleminderit që je sponsor i eventit. Faleminderit shumë.